Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitimtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Në Ramazan, shumë njerëz kërkojnë shoqëri që mos me mbet vetëm. Por disa prej tyre harrojnë se ndonjëherë vetmia din të jetë shoqëruesi më i bukur. Është e vërtetë që vetmia ndonjëherë është humbje, e ndonjëherë të zbrazë, por në disa raste vetmia është përmbushje e shpirtit. Nëse vetmohesh me telefonin, me shikimin në haram, me gjunahet e fshehta, këto lloj vetmish janë vetmi që të largojnë prej Allahut subhanahu wa taala. Por nëse vetmohesh me Kur'anin, me dhikrin, me duan, me istighfarin, këto vetmi janë vetmi që i don Allahu dhe janë afrim tek Allahu subhanahu wa taala. E këto vetmi të përmbushin nga brenda. Ajetet dhe hadithet që flasin për këtë çështje janë të shumta. Unë do t'i përmend vetëm dy. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Me të vërtetë që me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që e shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, thot shembulli i atij që e përmend Allahun dhe shembulli i atij që nuk e përmend Allahun është sikur se shembulli i të gjallit dhe të vdekurit. Pra, jeta pa përmendjen e Allahut nuk u quaj ka jetë, por qenë ka një vdekje për së gjalli. Andaj ti vetmohu në këtë Ramazan për t'u afruar. Ndonjëherë duhet largohesh nga zhurma e njerëzve për t'ia dëgjuar zërin zemrës tënde. Ndonjëherë duhet të mbyllish dyert e dunjas dhe dyert e njerëzve për t'i hap portat e mëdha të Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte momente që vetmohej, jo sepse ikte nga njerëzit, por sepse përmalloheshte për krijuesin e tij, përmalloheshte për Allahun subhanahu wa taala. Andaj ke kujdes, nga se njerëzit ndonjëherë të lodhin, fjalët e tyre të mërzisin, shoqëritë ndryshojnë, por Kur'ani nuk të le kurr, dhikri nuk të braktis kurr, Allahu subhanahu wa taala nuk të harron kurr, duaja dhe lutja jote gjithmonë dëgjohet tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj vetmohu, por vetmohu me Allahun, vetmohu me Kur'anin, vetmohu me një zemër që sinqerisht i flet dhe ja tregon dhertin që e ka brenda, ja tregon Allahut subhanahu wa taala. Në këtë Ramazan mos kërko gjithmonë shoqëri, por mos me mbet vetëm, por kërko vetmi që të afron. Kërko vetmi që të afron me Allahun. Andaj vetmohu duke u shoqëruar me Allahun subhanahu wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.